Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Donald Trump deklaron se po shqyrton seriozisht tërheqjen e SBA nga NATO, duke e cilësuar aleancën të dobët dhe jo mbështetëse në konfliktin me Iranin. Deklaratat vijnë mes përplasjeve me aleatët evropian, të cilët refuzuan të angazhohen në operacionet ushtarake. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se po konsideron fuqishëm tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga NATO, duke shënuar një nga qëndrimet më të forta ndaj aleancës ushtarake deri më tani. Në një intervistë për The Telegraph, Trump e cilësoi NATO-n si një tigër prej letre dhe tha se largimi i SBA nga Traktati i Mbrojtjes është tashmë përtej rishqyrtimit. Sipas tij, aleanca nuk ka mbështetur Shtetet e Bashkuara në konfliktin me Iranin. Deklaratat e presidentit vijnë pasi vendet anëtare të NATO-s refuzuan kërkesën e tij për të dërguar anije luftarake në ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike ku kalon rreth 20% e naftës globale dhe që prej javësh është bllokuar nga Irani. Trump u shpreh se SBA ka qenë gjithmonë e gatshme të mbështesë aleatët, por sipas tij, kjo mbështetje nuk është kthyer në të njëjtën mënyrë. Ai solli si shembull edhe Ukrainën, duke theksuar se SBA ka qenë e angazhuar për mbrojtjen e saj, ndërsa aleatët nuk kanë vepruar njësoj për interesat amerikane. Presidenti amerikan kritikoi edhe Mbretërinë e Bashkuar dhe kryeministrin Keir Starmer, duke e akuzuar për mungesë angazhimi në luftën kundër Iranit dhe duke vënë në dyshim kapacitetet ushtarake të flotës britanike. Nga ana tjetër, edhe sekretari i shtetit Marco Rubio ka shprehur kritika të forta ndaj NATO-s, duke e cilësuar aleancën si një marrëdhënie njëkashe. Ai paralajmëroi se SBA do të duhet të rishqyrtojë raportet me NATO-n pas përfundimit të konfliktit. Rubio theksoi se nëse aleatët evropian presin mbrojtje nga SBA, por nuk ofrojnë mbështetje në momentet kur Washingtoni ka nevojë, atëherë marrëdhënia bëhet e vështirë për t'u mbajtur. Shtetet e Bashkuara kanë dislokuar aeroplan mbajtjen e tretë USS George H.W. Bush në lindjen e mesme, duke rritur praninë ushtarake në rajon. Ajo i bashkohet USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald R. Ford, ndërsa tensionet me Iranin mbeten të larta. Shtetet e Bashkuara kanë rritur ndjeshëm praninë e tyre ushtarake në lindjen e mesme, duke dislokuar edhe aeroplan mbajtjen e tretë USS George H.W. Bush. Lajmi është bërë i ditur nga raportimet mediatike që tregojnë për një përforcim të mëtejshëm të forcave amerikane në rajon. Kjo aeroplan mbajtëse i bashkohet dy të tjerave, USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald R. Ford, të cilat tashmë operojnë në zonë, duke e çuar në 3 numrin e grupeve godice detare amerikane në lindjen e mesme. Ky zhvillim vjen në një moment tensionesh të larta dhe përshkallëzimi të konfliktit me Iranin. Ndërkohë, USS Gerald R. Ford, një nga anijet më moderne dhe më të mëdha luftarake në botë, është ankoruar në portin e Splitit në Kroaci për riparime dhe mirëmbajtje, pasi një zjarr jo luftarak shpërtheu në bordin e saj gjatë operacioneve. Sipas autoriteteve amerikane, zjarri shkaktoi plagosjen e 3 marinarëve, ndërsa rreth 200 të tjerë morën trajtim për probleme të lidhura me tymin. Incidenti kërkoi disa orë për t'u vënë nën kontroll dhe ndikoi në një pjesë të hapësirave të akomodimit në bord. Aeroplan mbajtësja Ford kishte operuar në detin e Kuq në mbështetje të operacioneve ushtarake, ndërsa më parë kishte marrë pjesë edhe në misione në Karaibe. Dislokimi i USS George H.W. Bush pritet të forcojë më tej kapacitetet ushtarake amerikane në rajon, në një kohë kur konflikti ka hyrë në një fazë të ndjeshme dhe zhvillimet mbeten të paqarta. Tregjet amerikane u ritën ndjeshëm pasi u shtuan spekulimet për një zbutje të konfliktit në lindjen e mesme, duke qetësuar frikën për inflacion global. Indekset kryesore shënuan rritjen më të madhe ditore në gati një vit, ndërsa kompanitë e teknologjisë udhëhoqën fitimet. Wall Street e mbylli ditën me rritje të fortë, i nxitur nga shpresat për një ulje të tensioneve në lindjen e mesme, konflikt që javët e fundit kishte rritur ndjeshëm çmimet e naftës dhe shqetësimet për inflacion global. Indekset kryesore shënuan një rikthim të fuqishëm. Dow Jones u rrit me 2.5%, S&P 500 me afro 3%, ndërsa Nasdaq avancoi mbi 3.8%, duke regjistruar kështu rritjen më të madhe ditore që nga maji i vitit të kaluar.
Rritja erdhi pas raportimeve të pakonfirmuara se presidenti i Iranit është shprehur i gatshëm të përfundojë luftën, nëse plotësohen disa kushte. Gjithashtu, një raport i Wall Street Journal sugjeroi se presidenti amerikan Donald Trump mund të jetë i gatshëm të ndalë fushatën ushtarake kundër Iranit, edhe nëse ngushtica e Hormuzit mbetet kryesisht e mbyllur. Sipas analistëve të tregut, këto sinjale kanë ndihmuar në qetësimin e investitorëve, duke larguar skenaret më negativ për një konflikt të zgjatur që mund të ndikonte rënd ekonominë globale. Konflikti një mujor kishte sjellë rënje të forta për tregjet, me S&P 500 dhe Dow Jones që regjistruan humbjet më të mëdha tremujore që nga viti 2022 për shkak të frikës se rritja e çmimeve të karburantit do të dëmtonte kërkesën globale. Ndërkohë, çmimet e naftës ranë gjatë ditës së martë, duke reflektuar optimizmin e tregjeve. Në bursë, kompanitë më të mëdha teknologjike udhëhoqën rritjen, me Nvidia që u rrit mbi 5.5%, Alphabet mbi 5% dhe Meta Platforms mbi 6.5%. Një rritje e fortë u regjistrua edhe nga Marvell Technology, aksionet e së cilës u rritën me afro 13%, pasi Nvidia investoi $2 miliard në kompani. Po ashtu, kompania e cloudit CoreWeave pa një rritje prej 12%, pasi siguroi një kredi prej $8.5 miliard për zgjerimin e infrastrukturës së inteligjencës artificiale. Në të kundërt, aksionet e kompanisë së energjisë bërthamore Constellation Energy ranë me 6.5%, pasi kompania paralajmëroi fitime më të ulta se pritshmëritë për vitin 2026 dhe njoftoi plane për investime të mëdha për të përmbushur kërkesën në rritje për energji të pastër. Një gazetare amerikane është rrëmbyer në Bagdad nga persona të armatosur, ndërsa autoritetet po kërkojnë përgjetjen e saj. Departamenti i Shtetit konfirmon rastin dhe po bashkëpunon me FBI-n për lirimin sa më të shpejtë. Një gazetare amerikane është rrëmbyer në kryeqytetin irakian, Bagdad, duke ngritur shqetësime për sigurinë në vend dhe duke vënë në lëvizje autoritetet vendase dhe amerikane. Sipas zyrtarëve të policisë, gazetaria e identifikuar si Shelly Kittleson është marrë nga 4 persona të veshur civil, të cilët e kanë futur me forcë në një automjet dhe janë larguar nga vendngjarja. Autoritetet irakiane kanë nisur një operacion kërkimi në të gjithë qytetin për gjetjen e saj, ndërsa detajet të mëtejshme mbi vendodhjen apo gjendjen e gazetares nuk janë bërë ende publike. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se është në dijeni të rrëmbimit. Në një deklaratë zyrtare, një përfaqësues i këtij institucioni bëri të ditur se gazetaria ishte paralajmëruar më herët për rreziqet që i kanoseshin. Sipas deklaratës, SBA po bashkëpunon ngushtë me Byron Federale të Hetimit, FBI, për të siguruar lirimin e saj sa më shpejt të jetë e mundur. Autoritetet amerikane theksuan gjithashtu se një person i lidhur me grupin militant Kataib Hizballah, i dyshuar për përfshirje në rrëmbim, është ndalur nga autoritetet irakiane. Ndërkohë, Departamenti i Shtetit ka rikujtuar se Iraku mbetet në nivelin më të lartë të paralajmërimit për udhëtime, duke këshilluar qytetarët amerikanë që të mos udhëtojnë drejt këtij vendi dhe ata që ndodhen atje të largohen sa më parë. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se përshkallëzimi i konfliktit në linjën e mesme mund të shtyjë deri në 4 milion njerëz drejt varfërisë dhe të shkaktojë humbje të mëdha ekonomike. Sipas të dhënave, rajoni mund të humbas deri në $194 miliard dhe miliona vende pune. Kombet e Bashkuara kanë ngritur alarmin për pasojat e rënda ekonomike të konfliktit në linjën e mesme, duke paralajmëruar se deri në 4 milion njerëz mund të bien në varfëri. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Stefan Dujarric, gjatë një konferencë për shtyp, prezantoi të dhëna nga programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillimin, sipas të cilave përshkallëzimi i konfliktit mund të kushtojë ekonomive të rajonit nga 3.7 deri në 6% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo përkthehet në humbje që variojnë nga 120 deri në $194 miliard, një shifër që tejkalon rritjen totale ekonomike të arritur gjatë vitit 2025 në rajon. Sipas të njëjtave të dhëna, papunësia pritet të rritet me deri në 4%, duke sjellë humbjen e rreth 3.6 milion vendeve të punës, më shumë se sa numri i vendeve të reja të punës të krijuara gjatë vitit të kaluar. Konflikti, që nisi në fund të shkurtit me sulme ajrore të përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj objektivave në Iran, ka vijuar me sulme të ndërsjella.
SBA dhe Izraeli kanë goditur struktura ushtarake dhe energjetike, ndërsa Irani është kundërpërgjigjur me raketa dhe dron ndaj objektivave në rajon. Përplasjet kanë përfshirë disa vende të lindjes së mesme, duke rritur ndjeshëm tensionet dhe pasiguri në rajon. Ndërkohë, përpjekjet për ampushim nuk kanë dhënë rezultat, pasi Irani ka kundërshtuar një plan të propozuar nga SBA, duke e cilësuar atë të papranueshëm. Shqetësimet janë shtuar edhe për ndikimin në tregtinë globale, veçanërisht në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. OKB thekson se përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit mund të përkeqësojë ndjeshëm kushtet ekonomike dhe sociale për miliona njerëz në rajon. Rusia deklaron se ka marrë nën kontroll një vendbanim në rajonin Sumi, ndërsa Ukraina thot se ka ndalur përparimin rus dhe ka shkaktuar humbje të mëdha. Të dyja palët raportojnë operacione intensive luftarake dhe goditje ndaj objektivave strategjik. Zhvillimet e reja raportojnë nga fronti i luftës në Ukrainë, ku Rusia dhe Ukraina japin versione të ndryshme mbi situatën në terren. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se forcat e saj kanë marrë nën kontroll një vendbanim në rajonin Sumi, në verilindje të Ukrainës, gjatë 24 orëve të fundit. Sipas Moskës, gjatë kësaj periudhe janë goditur infrastruktura energjetike dhe e transportit që përdoret nga forcat ukrainase, si dhe baza për dron dhe zona të përqendrimit të trupave. Po ashtu, Rusia deklaron se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 9 bomba ajrore të drejtuara dhe 384 mjete ajrore pa pilot, ndërsa operacionet ushtarake janë shtrirë në një numër të madh objektivash. Nga ana tjetër, Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës ka bërë të ditur se trupat ukrainase kanë zhvilluar 140 përballje luftarake gjatë një dite, duke theksuar se kanë arritur të ndalin përpjekjet e Rusisë për të avancuar më thellë në territorin ukrainas. Kievi pretendon se i ka shkaktuar humbje të konsiderueshme forcave ruse, si në personel, ashtu edhe në pajisje ushtarake, në disa sektor të frontit. Sipas autoriteteve ukrainase, forcat ajrore, njësitë raketore dhe artilleria kanë goditur 2 zona të përqendrimit të trupave ruse dhe një pikë kontrolli për dron, ndërsa janë rrëzuar mbi 2000 dron. Presidenti Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv për të shtrënguar rregullat e votimit me postë, duke kërkuar krijimin e listave me qytetarë të konfirmuar që kanë të drejtë vote në çdo shtet. Vendimi ka shkaktuar reagime të menjëhershme dhe pritet të përballet me sfida ligjore nga grupet për të drejtat e votuesve dhe demokratët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që synon të ashpërsojë rregullat për votimin me postë në të gjithë vendin. Vendimi u firmos në Washington dhe parashikon që administrata e tij të hartojë lista me qytetarë amerikanë të konfirmuar si votues të ligjshëm në çdo shtet. Sipas Trump, masa është e qartë dhe e sigurt, ndërsa ai e cilëson këtë hap si një arritje të rëndësishme. Presidenti u shpreh se nuk sheh arsye se si urdhri mund të kundërshtohet, megjithse pranoi se mund të përballet me sfida në gjykatë. Lëvizja ka sjellë reagime të menjëhershme, me grupe për të drejtat e votimit dhe përfaqësues të Partisë Demokratike që kanë paralajmëruar veprime ligjore kundër këtij vendimi. Çdo përpjekje për të ndryshuar sistemet zgjedhore që administrohen nga shtetet pritet të përballet me kundërshtime nga gjykata. Prej vitesh, Trump ka këmbgulur në pretendimin e tij se humbja në zgjedhjet e vitit 2020 ishte rezultat i manipulimeve të gjera me votat, duke kërkuar vazhdimisht shtrëngimin e rregullave për votimin me postë. Këto zhvillime vinë në prag të zgjedhjeve të ndërmjetme të nëntorit, ku republikanët synojnë të mbrojnë shumicën e tyre të ngushtë në Kongres. Megjithatë, kundërshtimi i tij ndaj votimit me postë nuk e ka penguar presidentin që të votojë vetë në këtë mënyrë në një proces zgjedhor të fundit në Florida. Ai deklaroi se e bëri këtë për shkak të angazhimeve të shumta si president. Më herët, Trump ka përdorur edhe masa të tjera ekzekutive për të udhëzuar agjencitë federale të ndihmojnë shtetet në verifikimin e shtetësisë së votuesve dhe ka kërkuar që të mos numërohen votat me postë që mbërrin pas ditës së zgjedhjeve, duke sfiduar procedurat zgjedhore që tradicionalisht përcaktohen nga vetë shtetet. Të paktën 18 persona humbën jetën pasi një gomone me emigrant u fundos në brigjet e Muglas në Turqi.
Rojet bregtetare shpëtuan 21 persona, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë. Një tjetër tragjedi është regjistruar në detin Egje, ku të paktën 18 persona kanë humbur jetën pasi një gomone me emigrant u fundos pranë brigjeve të Turqisë jugperëndimore. Ngjarja ndodhi në zonën e Bodrumit, në provincën Mugla, ku sipas rojes bregtetare turke, mjeti lundrues u identifikua rreth orës 03 të mëngjesit. Autoritetet i kanë bërë thirrje të ndalojë, por gomonja është përpjekur të largohet. Sipas të dhënave zyrtare, për shkak të kushteve të vështira të motit dhe detit, mjeti ka marrë ujë dhe më pas është fundosur. Në vend ngjarje janë dërguar menjëherë një helikopter dhe 3 anije të rojes bregtetare, të cilat kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit. Deri tani janë shpëtuar 21 persona, ndërsa kërkimet vijojnë për të gjetur të mbijetuar të tjerë. Pamjet nga marina tregojnë trupa të pajet të vendosur në thas mortor pranë ambulancave, ndërsa ekipet e emergjencës dhe autoritetet punojnë për menaxhimin e situatës. Të mbijetuarit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje mbi pikën e nisjes apo destinacionin e gomones. Deti Egje mbetet një nga rrugët më të përdorura nga emigrantët që përpiqet të kalojnë nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut drejt e Europës, shpesh në kushte të rrezikshme dhe me mjete të pasigurta lundrimi. Student dhe protestues janë përplasur me policinë në Beograd gjatë një tubimi pranë universitetit. Situata u tensionua ndërsa forcat e rendit dhe turmat u përballën në disa zona të qytetit. Tensione dhe përplasje janë regjistruar në kryeqytetin serb Beograd, ku studentë e protestues janë përballur me forcat e policisë gjatë një proteste. Pamjet tregojnë rreshta të shumtë policësh dhe nxandarmërie të vendosur përballë turmave të protestuesve, ndërsa situata në momente është bërë e tensionuar. Forcat e sigurisë ishin të pajisura me mjete kundër trazirave dhe monitoronin nga afër zhvillimet në terren. Protestuesit janë mbledhur kryesisht pranë godinës së rektoratit të Universitetit të Beogradit, ku kanë qëndruar në rrugë dhe përpara hyrjeve të ndërtesës. Disa prej tyre mbanin pankarta, ndërsa të tjerë brohorisnin në shenjë kundërshtimi. Në disa zona të qytetit, veçanërisht në kryqëzime kryesore, janë vendosur kordon të policisë për të kontrolluar lëvizjen e turmës dhe për të parandaluar përshkallëzimin e situatës. Në vend ngjarje ishin të pranishëm edhe gazetarë të pajisur me jelek dallues, duke raportuar zhvillimet nga afër. Pamjet tregojnë gjithashtu momente tensioni mes protestuesve dhe forcave të rendit, ndërsa situata mbeti e paqëndrueshme për një kohë. Protesta u përqendrua rreth zonës universitare, ku grupe të ndryshme qytetarësh dhe studentësh vazhduan të qëndrojnë në rrugë, pavarësisht pranisë së shtuar të policisë. Bosnia dhe Hercegovina është kualifikuar në botëror pasi mposhti Italinë 4-1 me penallti, duke i dhënë fund një pritjeje 12 vjeçare. Fitoria historike solli festime masive në Zenic, ku tifozët pushtuan në rrugët me flamuj dhe fishek zjarre. Fest e jashtëzakonshme në Zenic, ku mijëra tifoz dolën në rrugë për të festuar kualifikimin historik të Bosnjës dhe Hercegovinës në Kupën e Botës. Kombëtarja bosnjake siguroi biletën për në turneun më të madh të futbollit, pasi mposhti Italinë 4-1 me penalltin në finalen e play-offit. Pas përfundimit të ndeshjes, 10 tifoz festuan fillimisht në stadium, ndërsa më pas qindra të tjerë pushtuan rrugët e qytetit. Flamujt e Bosnjës valviteshin kudo, ndërsa fishekzjarret dhe flakadanët ndriçonin atmosferën festive. Makina që qarkullonin nëpër qytet binin borive pa pushim, ndërsa tifozët dilin nga dritaret duke valvitur flamujt kombëtar. Në çdo cep dëgjoheshin brohoritje, bilbila dhe vuvuzela, në një atmosferë që tregonte emocionin e jashtëzakonshëm të këtij suksesi. Vetë tifozët shprehen emocionet e tyre, duke theksuar se kjo ishte një arritje e shumë pritur. Ata vlerësuan lojtarët për përkushtimin në fushë dhe e cilësuan këtë moment si një ëndër të bërë realitet pas shumë vitesh pritjeje. Ndeshja ishte dramatike, me kohën e rregullt dhe shtesat që përfunduan në barazim 1-1, përpara se gjithçka të vendosej nga pika e bardhë. Bosnja tregoi saktësi dhe qetësi në penallti, duke siguruar kualifikimin për herë të dytë në histori në Kupën e Botës. Ky sukses vjen pasi bosnjakët kishin eliminuar më parë Walesin, gjithashtu me penallti
duke treguar forcë dhe karakter në momentet vendimtare. Në anën tjetër, Italia pëson një tjetër zhgënjim të madh, duke mbetur jashtë botrorit për herë të tretë radhasi. Ndërkohë, Bosnia do të jetë pjesë e grupit B, së bashku me Kanadan, Katarin dhe Zvicrën, në një rikthim të shumë pritur në skenën më të madhe të futbollit botror. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.